Mosi Casino, reperi ma misterios edhe ma autentik në treg definitivisht. Mosi është kthy me një single 3. Hey, hala jam të e prit një projekt ma serios prej Mosit, në album ose në mixtape, me kuptu ma shumë rreth pikpamjeve ti për jetën edhe muzikën për te jetës të rrugës. Mendoj që është koha që me marr një album prej ti, masi ka arrit me gjeneru një fanbase kogja solide edhe gjanë në audiencë. E kom shumë shtirë me shtit njëjtën bisedë me repera që ti kanë ka 5-6 albume që kanë jep shumë ma shumë muzikalisht për fansat edhe audiencën e tyne. Sidoqoftë për Casino mendoj që është një tjetër track solid prej Mosit, me instrumental pak ma ritmik kësaj here, lafet prap janë hard, mirë po sa gjatë mundet me na mojt interesu me të njëjtën qasje me ka një kong çdo 3-4 muaj, pa projekt përmbajtësor ku përfshihen 10 këngë ma tepër, nuk e di, e ka arrit me kriju ngazëllimin e nevojshëm rreth vetës, si reperi vetëm i pa ekspozum, edhe që rreth cilit sillet një farë misterioziteti. Nuk e kena pa kërkun në intervista përveç live-ave në TikTok. Me këngë nuk menoj që ja ka huq njëherë Mosi. Te Casino ke plus kogja ma i punum, si me mix masterizim, si me spot, si me paraqitje, se so krejt tjerat ma herët. Menoj që Mosi e ka një përgjithësi cilën është të e bërë denjësisht aktualisht, e që është reputacioni që e ka ndërtu si reperi ma i frikshëm në stradë, kush ju thot ndryshe veç ju rran, nuk besoj që dikush kish pas qef me pas pun me të prej estradës, prej reperave po foli, edhe pse kënë shumicën e trekave t'inglon shumë i hapër për testim, në fakt i provokon, i teston ujnat, edhe këtu pa disa subliminal, ose potencialisht disa subliminal, varsisht une qashtu i mora, cilat ka mujt me i pas për cak Hellbanians, pavarësisht se kë ka qenë shumë i zëshëm në raport me respektin edhe simpatin që e ka për ta në për live në TikTok, po në funditës është kompeticion, është hip-hop, që shtu ka lindu një maj mirë se te, zdo me thonë që idhujt e tu kanë imunitet sa i përket disave subliminal, të normalisht gjithë riq, njerëzit cilë t'i she si konkurent denjë për ty, normalisht që nuk shkon për një dopsir, shkon me dikon që është potencialisht në pozit me ty, ose manal se te. Te Hood Life 2 që është shumë hard, by the way, Vinzi thot Free My Brothers në Burg, luj me jetën si Casino, dalim në rrug për luv, kejti veshën Valentina. Ndërkohë te Casino, Mosi po thot nuk o jeta film, nuk jeti Al Pacino, nuk je rrugaq, veç pse veshësh Valentino. Normalisht kjo mundet me pas shumë referenca tjera, si do qoftë të bën me menu apo i teston Mosi edhe HB-at, njëjtë qysh pa ndodh me butën të psikopat, kjo veç e pa gjujt një laf, ti e zotri ndjenja, ma na nuk jena ndjenja, buta u pat përgjigje dhe kështu mas nej o pat qenë kronologjia e ngjarjeve që pasojnë tutje. Si do qoftë nëse është des subliminal për Hellbanians, nëse është menu si i til, I love it. Jam tepër i ngazëllu, menoj që hip-hopi është kompetitiv, i vyn një bull e lojës, nuk është reprezentative bre për kulturën me nejtë se cili me se cilin bashkë, tani më rapa shpinës, me folë gjithë shka për një tjetërën, tani me bo bashkëpunime, menoj që repera në Kosovë kanë hu pak esencën e skenës. Qëre, të paktën që ka pres për reperave, nëse është fuck you më rapa shpinës, me qenë fuck you edhe nërsy, është krejt në regull mës me të pëlqy dhe mës me respektu në i kolegë, se cili prej neve në qëfar do veprimtaria që e bojna, kena kolegë që na do kënë telp. Nëse je altruisti, me ndru profesionin, s'ka ven shumë në hip-hop për shpirt huj, dyqysh. Kështu që po, menoj që hard ke Casino, qatë sa kanë qenë tjerat prej Mosit, që është thash, Mosi ka me pas tepër problematike me majt vetën interesante njerëzit, veç me që si projekte aty këtu me qasjen e njejt, pa na i projekt serios si albumi, edhe menoj që e ka eksperiencën edhe bagazhin me na jap storje të reja, njeri ka nejt 5 vjet në Burg, qaq narrati, e na e kena marrë veç ka një sneak peek prej ndodhive ti, po besoj që ka shumë ma shumë të Mosi se sa që ky personazhi i rrugaqit krenar. Hey, sa jena qëto, mos harroni sponsori jam General Alpkor Import i ofron mundësit më të mira dhe ofertat më të mira për vetura elektrike,
bët, sidomos ju që jeni të interesuar me ble veturë elektrike, qoftë bët, qoftë çfarëdo marke që ja u ka marrë synin edhe ja u ka marrë vëmendjen, siguroni me vizitu Alpkurin paraprakisht.